Gjykata e Sarandës ka vendosur masën arrest me burg për 6 personat e akuzuar për goditjen e shefit të krimeve të komisariatit të Sarandës, Mateo Bakalli. Vendimi është marrë gjatë mbrëmjes së të mërkurës pas kërkesës së prokurisë së Sarandës, e cila ka ngritur ndaj të gjashtëve akuzën e goditjeve për shkak të detyrës së kryer në bashkëpunim. Sipas prokurisë, ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të 16 gustit në ambientet e klubit të natës Orange. Shefi i krimeve Mateo Bakalli ka ndërhyrë për të ndalur një konflikt mes të sigurisë lokale dhe disa personave. Sipas organit akuzës, Bakalli është afruar në vendngjarje dhe është identifikuar para të pranishmëve si shefi i krimeve të komisariatit të policisë Sarandë. Megjithatë, pavarësisht prezantimit të tij si efektiv policie, punojësit e sigurisë dyshohet se kanë ushtruar dhunë edhe ndaj tij. Për këtë ngjarje, prokuroria ka kërkuar masën në më të rëndë të sigurisë për personat e dyshuar. Kërkesa e prokurores Hava Memko është pranuar nga gjyqtari Shkëlzen Lica, i cili ka caktuar arrest në burg për 6 akuzuarit. Në mesin e personave në nënhetim janë dhe 2 efektiv policie. Ata kishin njëkohësisht detyrën e rojeve të sigurisë në klubet e natës. Sipas prokurisë, 2 efektivët nuk kanë përmbushur detyrimet për të njoftuar autoritetet për përplasjet e ndodhura në ambientet e lokalit, çka ka sjellë përfshirjen e tyre në procedim penal. Hecimet për ngjarjen vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e konfliktit dhe përgjegjësitë individuale të secilit prej personave të akuzuar.